Sot në për media po flitet shumë për Big Brotherin, për personazhe të caktuara, po i jepet një johon e pamerituar këtij pseudo emisioni, kësaj qendre të shturjes morale, mentale dhe shpirtërore të një kombi, kësaj burdelloje fatkeqësisht pederasash siç është Big Brother, dhe nuk po flitet as pak lidhje me nivelin ku kanë rënë ata personazhe që marrin pjesë në atë burdello. Me gjithë që bëri, me gjithë respektin që kam për familjen Radi, po me gjithë që bëri Rozana Radi, seriozisht më lejoni t'i flas dy fjalë me keqardhjen më të madhe, e them, dëshmon se vlerat e saj të larta që ka pas dikur i kanë rënë në zero. Kjo dëshmon fatkeqësisht një nivel dhe një mënyrë të jetë përveçse për t'i kthyer shikimet e njerëzve drejt saj. Pasi që në art nuk bën ndonjë këngë që të jetë të jetë hit. Flas në çështjen e muzikës që këndon të paktën 10 vitet e fundit s'ka bën një këngë që më thonë më shpërthy për te klikimeve të vjedhura. Ose emisioni që bëri tek MCN TV-ja nuk është se pat në shikueshmëri të madhe. Domethënë që nga njerëz dhe fate tek tej ka pas rënje në cilësinë e bërit art. Ajo femër dhe me keqardhjen më të madhe them kur është shoh që ka rënë atë domethënë kjo metodë e saj dhe e disave që e bëjnë për t'i kthyer shikimet e njerëzve drejt tyre, kjo është metoda më e pandershme dhe më e pavlerë që mund të ekzistojnë në jetën njerëzore, dhe metodologji më e dhimbshme është kur e përzgjedhin viktimizimin se çfarë bëra unë. Ja thjesht u zhvesha përballë mashkullit edhe pse po më paragjykojnë. Domethënë, kjo metodologji, kjo metodologji për ta shtu audiencën, për t'i kthyer shikimet e njerëzve kështu, zot më fal, po edhe unë po t'i heq rrobat gjitha dhe t'eci lakuriq përmes Tiranës, dikush nga keqardhja se ku kam rënë, dikush nga kurioziteti, dikush nga budalliku, ose dikush çka është ky budalla, domethënë çka është ky i çmendur, pyetje do ketë plot dhe do kthehen edhe kamerat e telefonave, do bëhen meme, edhe ndonjë kamerë televizori, edhe kështu u bëre i famshëm. Po s'është fama, kjo është turpi, mor. Kjo është bërlogu, mor. Sepse nuk janë 1-2 veta që po ju ndjekin. Po ju po vjedhni shikim, po e vjedhni shikueshmërinë. Po e vjedhni, mor, me metodat nga ma monstruozat. Ka programe caktuar që tërheqin shikueshmërinë. Dhe po kultivoni një pisllik të jetë dhimbshëm. Sepse nuk është sukses kjo ti bësh tjerë të shohin. Suksesi është të arrish dhe të japësh diçka çka ty të duan të tjerë për ata që ti ke dhënë. Se fare let, mund ta bëj një video këtë lakuriq dhe të dal në YouTube këtu para jush. Po është nivel ky? S'është nivel. Prandaj ju bëj, nuk jam moralist, po unë kisha me thanë, nuk është kjo metodologjia
që e bën të suksesshëm një person, një njeri që ka vlera. Kjo është metodologji që promovon neveritshmërinë përpara çdo syni dhe zemre njerëzore normale.